Pse sonte po fishlohet Granit Xhoka në stadion të Prishtinës nga shqiptarët ashtu siç kishte më u fishlu nga serbët në Serbi. Morre për besë. Çfarë shoqënie helmume jemi transformu. E politizojmë çdo gjë, arin, sportin, bash çdo gjë. Çfarë po ndodh që kjo shoqëni po flet kështu gati me gjuhë të Serbisë. Ky është po ai Granit Xhoka që ka ngrit kokën lart aty që po vishllojnë kur arrast te gol Serbisë në 2018-2022. Ky është pa i flamuri që ju bënte juve krenare i shponit tavonet e shtëpia nga gëzimi. A qysh kemi arrit deri këtu? Cilla vrim e errët e tribalizmit na ka godit logjikën? A mos është pse Granit Xhoka e ka babën në PDK? Morre për neve. Për këtë shoqëni o morre, se në vend që me qenë krenaria ati, aja po bëhet me fishklima jehuna Serbisë. Xhoka nuk është thjesht futbollist, ajo është simbol i krenarisë shqiptare, i rezistencës, i dinjitetit tonë. Granit, krenar me ty.